Inteligjenca artificiale do të përfshihet në ofrimin e të gjitha shërbimeve publike në vend. Kryeministri Edi Rama tha se pas prokurimeve inteligjenca artificiale do të përdoret edhe në tatime e dogana. Brenda vitit pritet që të gjitha transaksionet që do të kryen në vend do të analizohen nga teknologjia e cila edhe do të sinjalizojë në rast të problemeve. Në një kohë shumë të shpejtë brenda këtij viti, ky model do të jetë funksional dhe modulet e tij do të zhvillohen në vazhdimsi. Kështu që do të kemi një pamje në kohë reale, siç kemi ekranin këtu, të gjitha transaksionet që ndodhin në Republikën e Shqipërisë, të gjitha kompanive dhe me sinjale, njësoj siç sinjalizojnë inspektorët real të këtij syri inteligjent mbi të gjithë Shqipërinë për të na thënë se ku po bëhet një lojë me të ardhurat që i takojnë shtetit. Ofrimi i shërbimeve online u ka kursyer qytetarëve dhe bizneseve rreth 620 milionë euro, si dhe ka ulur ndjeshëm korrupsionin. Të eliminuara bashkë me mortjen e korrupsionit endemik, që ishte një mortje që e persekutonte Shqipërinë në çdo sportel, në çdo hap. Nuk ekziston më. Kreu i qeverisë tha se vitin e kaluar janë përballur me një sër sulmesh kibernetike. Dhe dua t'ju informoj që vitin e kaluar kemi pasur 42 sulme serioze. Dhe një vit përpara, në 2023-shin, kemi pasur 63 sulme serioze. Vetëm në 3 muajt e parë të këtij viti, nga e-Albania janë marrë rreth 4.4 milion shërbime, ndërsa tashmë komandat mund të jepen edhe në mënyrë zanore.